Të ajntën në gjykatën themelore të Prizrenit, mbrojtësi i kryetarit Muja, avokati Rushdi Berisha, pas një dite e gjysmë, përmbylli fjalën përfundimtare në rastin ku klienti i tij akuzohet për keqpërdorim të detyrës dhe autoritetit zyrtar. Sipas avokatit Berisha, kryetari i Prizrenit, Ramadan Muja, gjykohet për kohën sa ka qenë duke udhëhequr në mandatin e dytë me komunën e Prizrenit, ndërsa atë sërish e kanë votuar qytetarët edhe për një mandat të ri, dhe kjo sipas avokatit, sepse ata nuk besojnë që Muja ta ketë shkelur ligjin. Rushdi Berisha pastaj tha se me këtë edhe vërtetot thënia se gjykimi i popullit është më i drejti. Pas një fjale maratonike që pati, Berisha kërkoi nga trupi gjykues që klienti i tij Muja të lirohet nga akuza dhe të shpallet i pafajshëm. Avokati Berisha, para trupit gjykues të ajntën, tha se procedura gjyqësore ndaj Mujës dhe të tjerëve është iniciuar nga kundërshtari i tyre politik, Ridvan Hoxha, i cili vjen nga radhët e partisë opozitare LDK. Berisha tha se gjatë shqyrtimit kryesor nuk e kishte përmendur këtë fakt, nga se nuk kishin dashur t'i japin nxyrime politike këtij gjykimi. Kjo procedurë është filluar me iniciativën e Ridvan Hoxhës si kundërshtar politik i kësaj strukture udhëheqëse të komunës Prizrenit. Mirë po deri më tash na nuk kemi dashur në asnjë mënyrë të japim ngjyrë politike në mënyrë që të argumentojmë se ata nuk janë fajtorë për atë si janë akuzuar. Iniciuesi i kësaj aktakuze, Ridvan Hoxha, është dëgjuar si dëshmitar gjatë shqyrtimit kryesor në rastin Muja, ku kishte folur për keqpërdorimet e bëra nga kryetari Muja dhe 5 zyrtarët e tjerë komunal. Të premten, fjalën përfundimtare do të japin mbrojtësit e të akuzuarve, Avni Ademaj, ish drejtor i gjeodezisë dhe kadastrit, dhe Minir Krasniqi, ish drejtor i administratës publike, aktualisht kryetari i DGS-PDK-s në Prizren.